Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk do të lë kurrë në rrugë. Një vit nga gjetja e parashqevis, Eltoni prek me fjalët. Një vit më parë, pamjet e parashqevis Simakut, një televizion amerikan, tronditën opinionin publik shqiptar. Ikona e muzikës shqiptare u shfaq me emrin Nolfe, duke rrëfyer një realitet të dhimbshëm, jetesën në rrugë dhe betejën e përditshme për mbijetesë, larg skenës dhe lavdisë që dikur e karakterizonte. Rrëfimi i saj preku thellë shqiptarët kudo në botë, të cilët reaguan me ndjeshmëri dhe solidaritet. Viti 2025, megjithatë, solli një kthes pozitive në jetën e saj. Parashqevi Simaku ribashkua me djalin e saj Lukën dhe arriti të gjejë strehim në Manhattan fal ndihmës së një biznesmeni kosovar. Megjithatë, pavarësisht këtij hapi të rëndësishëm, pasiguritë mbi stabilitetin e jetës së saj mbetën ende prezente. Pyetjet për të ardhmen dhe frika e rikthimit në një realitet të vështirë vazhduan të shqetësonin publikun dhe ata që e mbështesin. Për t'i dhënë fund këtyre paqartësive, Eltoni Liriani ka reaguar publikisht në rrjetet sociale duke bërë një premtim të fortë dhe të drejtë për drejtë. Ai është zotuar se do të marrë përsipër personalisht çdo nevojë financiare të parashqevis Simakut, nga qiraja e banesës te shpenzimet e përditshme të jetesës. Të kam shumë xhan, ti nuk do t'jesh kurrë në rrugë apo në problem. Zotohem që çdo gjë do të financohet nga unë personalisht, qiraja e shtëpisë, jetesa jote e përditshme dhe çdo gjë tjetër që do të duhet, është shprehur ai. Ne nuk kemi më nevojë për asgjë tjetër, ka shtuar Eltoni duke lënë të kuptohet se artistja tashmë ka një mbështetje të sigurt dhe afatgjatë.